Turqia ka mbështetur fuqishëm Kosovën në të gjithë dhe qytetarët e saj, në të gjithë përpjekjet dhe luftën që ata kanë bërë dhe bëjnë për liri, për konsolidimin e pavarësisë dhe integrimin e institucionet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në këto takime u diskutuan marrëdhëniet tona në tërësi, në të gjitha fushat. Por një vend veçantë në fushën e energjisë, mbasi ajo është dhe përparësia kryesore e qeverisë sonë. Unë mora garancit plot nga kryeministri Erdogan, se ai dhe qeveria e tij mbështet plotësisht projekte të cilat realizojnë kalimin e gazit nëpër Shqipëri dhe bëjnë të mundur që dhe Shqipëria, shqiptarët, të shfrytëzojnë potencialin e madh energjetik të kësaj lënde për ngrohje dhe prodhim energjie. Dhe kjo duhet theksoj se kjo mbështetje ka qenë konstante gjatë gjithë këtyre viteve. Por kjo mbështetje është sot më fuqishme se kur. Dhe unë duhet të shpreh edhe një falënderim shumë përzemërt për këtë mbështetje. Gjatë vizitës diskutuam bashkëpunimin në fushën e turizmit. Turqia ka njohur rritjen më të jashtëzakonshme të turizmit gjatë këtyre viteve. Ka një ekspertizë të shkëlqyer. Premtimet që mora për inkurajimin e investitorëve turk do të bëhen realitet siç janë bërë në fushën e turizmit, do të bëhen realitet siç janë bërë në fusha të tjera. Janë marrëdhënie që prekin çdo fushë. Në fushën e arsimit, në fushën e shtetësisë, në fushën e mbrojtjes. Turqia ka dhënë një ndihmë thelbësore në përpjekjet tona për antarësimin në NATO dhe në bashkëpunimin e Shqipërisë me NATO. Unë pata kënaqësinë të ftoj mikun tim dhe mikun e shquar të shqiptarëve të marrë pjesë në festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ftesë e cila u premtua me kënaqësi, u pranua me kënaqësi dhe jam i bindur se ky premtim do bëhet realitet. Në Turqi, ajo që është prekse në rrafshin pozitiv, në atë vend dhe në atë shtet, ka më shumë shqiptarë se në Ballkan. Ky është realiteti. Historia e dy vendeve është një histori që daton shekuj, 100 vitet janë, vitet e bashkëpunimit dinjitos midis dy vendeve dhe kombeve mike dhe sovrane. Tani, me qenë se disa patriot padhe janë ndjerë të lëndur, sepse unë kam fol për lidhje gjaku, u them këtyre zotrive që shesin ignorancën e tyre çdo ditë në shkrime, se cila është origjina e fisëve ilire dhe cila është origjina e fisëve turke është qartësisht e njohur. Dhe se cilit grupi përkasin fiset ilire dhe cilit grupi i përkasin fiset turke, këto janë në njohurit elementare të teksteve të gjitha shkollave të gjitha niveleve. Por, të mendosh se vetëm
gjaku i fisëve që nga gjaku, lidhja e vetë me gjakut, është qesharake. Dhe është botrisht i njohur pasioni turkëve për të marrë shqiptare. E kanë, po këte kanë parsore ata. Po, atëherë, çfarë të themi ne, se këta nuk kanë gjak shqiptar, se këta nuk kanë gjak të përzjerë, unë duhet i garantoj këta të ndëruar zotëri, se unë jam shumë krenar me ta, dhe çdo shqiptar është krenar me ta, sepse ata janë shumë krenar me Shqipërinë dhe me shqiptar. Pra, njerëz që vënë një etiketë. Kështu që, jo janë lidhje gjaku, po të fuqishme. Të fuqishme. Tani, si u gjetër atje 6-7 milion shqiptar. Ajo është çështje e historisë. Është çështje jona. Por nuk mund të mohohet, se nuk mund të mohohet. Është i njohur tendencë e emigracionit të shqiptarëve, janë të njohura ambicit imperiale të tyre, se jo me kota të arritën në nivelet më të larta të prenorisë, një kom që zuri karrigën e kryeministrit 42 herë minimumi të asaj prenorie, po këto i lëm në arkiva. Ne marrim këtë realitet. Se si u lënduan këta patriot pa dhe,